Problemi që kemi ne... Dhe shumë ujra si duam... Uj kripur është. Uj kripur e... Ylli, me këtë që ka bërë Kryeministri, edhe shumë në ka edhur, dakortësim për të na çuar në Hag, në gjykatën ndërkombëtare të Hagës në këtë formë, Kryeministri është me idenë, mund ta bëj lëshimin se ai thot, po hym në BE, është deti i përbashkët. Nuk e ndaj më, thot. Se nuk në BE bashkohet deti? Se hym në BE bashkohet deti, thot ai. Dhe prandaj thot, nuk është se ka probleme. Dhe unë ja kam frikën kësaj gjë, sepse kur erdhi në pushtet, erdhi duke mbështetur vendimin e gjykatës kushtetuese, madje. Pra, e mori atë si pikë referimi. Në bisedimet e 2018-s ishte vendimi i gjykatës kushtetuese pikë referimi. Mbi atë u nisën ose rinisën negociatat. Problemi është tani që ai nuk i njeh më këto vendime dhe e ka marrë një vendim vet. Dhe sot nuk ka kush i bën derman atij, se me këtë president që kemi ne, dhe me këtë parlament që kemi, kush ja vë... Zoti Beran, s'ka lidhje tani me... Presidenti ka 2 vjet e gjysmë që ka mban... Për ujrat nuk ka lidhje... Shiko, jo, presidenti ka 2 vjet e gjysmë që Ministeri i Jashtme i ka kërkuar autorizim për fillimin e negociatave, nuk e firmos presidenti. Po pse? Po presidenti e di që ju në fush minuar, po e firmosin. E mirë, dhe kjo festa nese do ta pyesëm. Nuk e firmos kjo. Ka 2 vjet e gjysmë që e mban mbi tavolinë. Po pse ka dhe? Edhe nuk flet. Ai që ja ka bërë kërkesën, i ka thënë mos e firmos. Se pa të thënë ai nuk e vendos ai. Ylli, dëgjohet se është thjesht. Ai që ja ka çuar kërkesën për të firmosur, pra thot jam rregull, unë ja çova, dhe i ka thënë se e firmose, se mos firmos të. Se mos e firmosësh. Inshallah i ka thënë. Prandaj. Po i ka thënë ai nuk. Kërrat kanë shkuar. Se ti, hajde t'ia futim presidentin tani thot. Shiko si është punë, e kanë kuptuar që janë bërë aq gabim gjërat sa është më mirë të rrinë të status. Pa gjasme do shkojmë në Hag, po nuk shkojmë asnjëherë në Hag. Kjo është ajo. Po pse nuk shkojnë në Hag, se aty s'kena gjë për të humbur, se Greku i pas ka marrë. Ka për të humbur. Greku i pas ka marrë gjitha ujrat. Ka për të humbur, e di pse ka. Këtu vetëm shpresa është Elisa të kthejnë në një ujë këte. Sepse marrë akoma. Nuk i ka marrë. Akoma. Deri ku jemi tani si kufi në këto momente? Nuk ka kufi. Ku të doj? Nuk ka. Po mira i vjen ku doj pastaj. O Ylli, deri te vasketat e Lucës. Ku është Luca është hapësira jonë, akoma, se është peshë jam ne. Po ikën dhe ato, pastaj... Mund t'ja marrin, do me thënë Luca mund të fluturoj aty. Po, mund të lëvizin, a the t'i lëviz deti, këte janë dhe. Je një dalë, ke qa më ka. Programi do t'a marrë, unë i them. Jo, shiko, i kanë dhe vaskat. Shiko, do t'i... Në ujtë kripur i Luca ato. Po ku i ka, po ton ka jetë, që ka? Që që mos duke që ti, a ish kufiri jonë, qesh zoti Meçollari, por realisht a ish kufiri jonë, apo jo? Bile në çdo krye qytet që të vesh. Duhet ta them që Elton Deda na ndjek me shumë vëmendje. Çfarë thotë? Është po ju ndjek miku i mirë shumë. E la që do të takohemi pak. Po je po e ke shkelur ti. Unë e kam thënë, por tani është takimi në fuqi. Zoti Meçollari ç'mendon ti? Si do shkoj kjo punë tani tani? Do të takoj në një copë ujë, kështu copë se copë thotë tokës. Po nuk është problemi, problemi është që ne sot kemi 2 mundësi. Po është gjë e mirë për Shqipërinë, për fundimisht, si shkon kjo punë? Delimitimi i hapësirave heritare është gjë e mirë, sepse ty të krijohet një status jurisdik i hapësirës heritare që mund ta shfrytëzosh për interesat e tua. Për aq kohë sa është e pa delimituar, është zonë e kontestuar dhe nuk mund të shfrytëzoj asnjëra nga palët. E para. Do me thënë, s'pas kemi kufi, kemi këtë fitim të ati. Nuk ta përcakton dot. Asnjëra palë nuk ka të drejtë. Do ti mund të vesh ngjitur në Athinë, ne mund të vim. Do na vi njësi bankersi që na merr naftën tokë, do të marrin naftën det, por nesër mirë. Sot 2 janë variantet më të mira që duhet të ndjeki. Kryeministri nuk pyet njeri, po me që jam në televizor, po ja them. E para të vijoj negociatat e 2018-s, ku kanë ngecur. Po të mos jetë jashtë, se atë përgjithsisht nuk e ke këtu. Po mirë, dëgjon ministri i jashtëm, E para të vijoj negociatat atje ku kanë ndaluar, në 2018-ën, 2 palshet, ose në rast se vendos të shkojnë në akt, të vej vetëm për çështjen e cila është nuk është e dakordsuar në vitin 2018. Po sikur të Greku ti thotë do kthesh në 2009-ën? Çfarë do ti thotë? Këtë unë s'ma përgjithsi për... Nderuar televizikues, tani unë nuk e dinja me thënë drejtën, që ne nuk kemi kufi ujë. Edhe me Italinë më thanë këta, po me Italinë, vare se ata nuk është se të vinë, ata janë në atë 4 anët, në atë gjitha anët, vetëm që shkojnë këtu në pjesa më veriore pak, po ata janë të rrethuar nga uji dhe janë të lodhur nga uji. Italia
ka mall për tokë, është e lodhur shumë nga uji. Edhe ne shumë kemi, po nuk pas kemi kufi, unë nuk e dinja me thënë drejtën, zoti Meçellari, sa mirë bëra që tira sot unë ty. Jo vetëm aq, po nxori që s'kemi as me malin e zi. Se ti nxore vërtetove që dhe me malin e zine nuk pas kemi kufi. Edhe ata mund vinë këte, ulqin këte kalojnë vinë. Vina ato, anjeta. Edhe Vinat ndalojnë vetëm që s'janë kujtuar. Jo, ndalojnë dhe anjet e Lucës, u thënë në ujë, në zonë të kontestuar dhe i vën gjobë. Luca ka dhe këte, po. Po i vën dhe gjobë. I marin dhe këto të I malit. marin e qojnë dhe në ulqin. Pra të ndërruar të rishikues tani, se si do vej kjo punë, do presim, si do të presim kushtetuesen që do vendosë për shumë gjera, dizë me sfakt që ishim, në pjesën e parë folim gjerësisht, po dhe për gjerët e kënë të gjithë. Edhe zoti Tanosha nuk është Shqipëria shumë në këtë histori, se ta bëjmë pak edhe kështu. Kam shpresë. Ka shpresa sepse në momentin që jati na merr dhe na fut strategjikisht Sandri në Bashkimin Ai po na heq detin ti thoj do. ne futemi aty, bien kufitë dhe tani mall këmbët dhe ikën. Ku të doj, kalon edhe në Greqi dhe s'ka kufi me. Se unë kam parë edhe disa njerëz nga këta tanët që nuk lejoheshin, për shembull, më kujtohet Sandri, një pjesë e këtyre njerëzve tanë që nuk lejoheshin, kishin bërë drogë për shembull në Itali. Shkonin në Vjenë dhe kalonin në Itali. Se aty nuk kontrolloheshin. Dhe prap nga Vjena i binin për të kthyer këtu. Tani është futur në udhëzuesin e ri të Athinës, se në fakt Janë gishtat? agenda kështu është, thotë udhëzuesi i ri me Tiranën. Po, Kështu e ka. udhëzuesi i ri. Pastaj tani të shikojmë edhe punën e ujrave, do presim në datën 16, zonjën Elisa që të shkojë aty, ndoshta zgjidh me një gjë kjo, po dhe ndoshta nuk zgjidh. Ndoshta zgjidh, ndoshta. Nuk se zgjidh dot. Po mund ta lërë kështu, edhe sikur ta lërë kështu që se kemi as ne as grekët, nuk është e keqe. Faleminderit shumë, ju vonuam sot në këtë natë, vonë është, mund të kemi marrë dhe në një sharje e djera kështu që ndonë me shqiptarët edhe themi në një gjë për njëri tjetrin. Këta operatorët sot duket nuk është se më shanë mua, po qeshin, buzëqeshur janë, po më vonë nuk e di. Faleminderit shumë, zoti Hoxha, faleminderit. Faleminderit, zoti Meçallarit. Faleminderit. Sandër, faleminderit. Të mbajta dy pjesë, zoti Finantë. Të mbajta dy dhe tani. Tani javën që vjen, të janë do të takojmë pa tjetër, do mblidhemi përsëri këtu, do flasim e gjitha problematikat që dalin, nuk e dim, inshallah s'ka vrasje gjera nga këto. Natë në mirë.